falenderoj dhe ju uroj mirëseardhje në këtë event të veçantë. Ju faleminderit për pranimin tuaj. Veçanërisht ju që keni ardhur nga komuna tjera të Kosovës. Siç e dini, klubi Ciklizmit Opoja organizon këtë aktivitet për nder të ditës së çlirimit të komunës së Dragashit, duke kujtuar ata që u flijuan për lirinë e komunës sonë dhe të gjithë Kosovës. Ju lutim për një minutë heshtje. Lavdi, jemi të nderuar që jeni mes nesh për të festuar këtë ditë të veçantë, duke shënuar atë me argëtim, sport dhe komunitet. Në mesin tonë është kryetari i komunës Zotri Bexhet Xheladini, nën kryetari i komunës sonë Resul Fetau. Në mesin tonë kemi edhe drejtoreshën për kulturë, rini dhe sport, Zonjusha Liridona Misini Piraj. Si dhe kryesuesja e kuvendit Arieta Skeraj, drejtori i financave Çamil Kolloni, kryetari i organizatës veteranët të luftës të UÇK-s Emrin Eshatit, të cilët i falenderojmë për mbështetjen e tyre në organizimin e këtij marshi. Ky organizim është pjesë e misionit të klubit të ciklizmit Opoja, i cili synon promovimin e biçikletës dhe turizmit malor. Këtë ngjarje e bën trevën tonë edhe më të njohur dhe tërheqëse ndaj do të vazhdojmë të organizojmë evente të tilla me pjesëmarrësit nga të gjithë Kosova. Të nderuar të pranishëm, për një fjalë rasti e ftojmë para jush kryetarin e komunës Zotrit Bexhet Xheladini. Të nderuara kryesuese e kuvendit Arieta Skeraj, të nderuara kryetari i komunës Resul Fetau, të nderuara drejtoreshë e kulturës Liridona Misina Piraj, të nderuar drejtor i financave dhe buxhet dhe zhvillim Zotri Çamil Kolloni, të nderuar kryetari i OVL UÇK-s Zotri Emrin Eshatit, të nderuar ciklistë të Dragashit, të nderuar mysafir ciklist nga komuna tjera, i nderuar kryetari i klubit ciklistik të komunës sonë, klubit Opoja, Zotri Hasan Shqyqeriu. Kam nderin dhe respektin që në emrin tim dhe në emrin të qytetarëve të komunës së Dragashit, që ju falenderoj për organizimin e këtij eventi. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të marrë pjesë në një aktivitet sportiv, por për të vazhduar aktivitetet e shumta për nder të ditës së çlirimit të komunës së Dragashit. Ky marsh ciklistik është më shumë se një udhëtim me biçikletë. Nga Dragashi deri te liçeni i Brezës nuk është thjesht një itinerar udhëtimi, është një provojë që na kujtojnë pasuritë e komunës tonë dhe bukurinë që kemi përreth. Një falënderim i veçantë i shkon klubit ciklistik Opoja, me pasionin dhe punën e tyre, ata kanë bërë të mundur këtë organizim dhe janë shembull i përkushtimit qytetar. Komuna Dragashit do të vazhdoj të mbështesë nisma të tilla, të fuqizoj komunitetin dhe të kthejmë Dragashin në një vend të njohur për turizëm dhe zhvillim të veçantërueshëm. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe entuziazmin tuaj. Le të jetë ky marsh një simbol i unitetit, energjisë dhe dashurisë për sportin dhe natyrën tonë të mrekullueshme. Ju uroj suksese dhe një provojë të ardhshme. Faleminderit. Dhe për një bashkëpunim korrekt e falenderojmë drejtoreshën e kulturës dhe njëkohësisht e ftojmë për një fjalë përshëndetje. Përshëndetje për gjithë, i nderuar kryetar, i nderuar kryesuese, i nderuar Zotri Emrin Eshati, i nderuar drejtori i financave Zotri Çamil Kolloni, i nderuar në kryetari i komunës Zotri Resul Fetau. Kryetari Veçtet gjitha, unë falenderoj klubin e ciklizmit Opoja, i cili ka kontribuar në realizimin e këtij aktiviteti të veçantë. Gjithashtu falenderoj dhe kryetarin e komunës për angazhimin e tij dhe mos hezitimin që këto aktivitetet realizohen, dhe gjithashtu falenderoj dhe Federatën e Ciklizmit, i cilit i tham po këtij organizimi. Urime dita e çlirimit të komunës Dragashit, festofshim gjithmonë së bashku. Faleminderit. Faleminderit të nderuar. Pak një biografi të shkurtër të klubit Ciklizmit Opoja. Klubi Ciklizmit Opoja është themeluar në vitin 2015 dhe është regjistruar zyrtarisht në vitin 2024. Deri më sot kemi organizuar shumë aktivitete, duke shtuar anëtar të rinj dhe duke fuqizuar komunitetin e ciklizmit në Dragash. Si shërë mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme, ftojmë kryetarin e komunës dhe drejtoreshën e kulturës të pranojmë mirënjohjet dhe fanellat zyrtare të klubit tonë. Urime tashmë dhe ju jeni pjesë e klubit tonë dhe së bashku do të vazhdojmë të promovojmë komunën tonë. Për një fjalë
marrë rasti, kam dëshirë të ftoj edhe kryetarin e klubit ose drejtorin e klubit të ciklizmit Elsan Shqeriu. Faleminderit. Përshëndetje të pranishëm. I nderuar kryetari i komunës zotëri Begjet Gjeladini. I nderuar kryesuese e kuvendit zonja Arrit Askera. I nderuar nën kryetari i komunës zotëri Resul Fetari. I drejtoresha e kulturës së rinisë dhe sportit zonja Lirdona Misini Pili. I nderuar kryetari Ovales Uçega zotëri Emlini Shati. Të nderuar drejtor të komunës zyrtar dhe drejtor të shkollave. Të nderuar anëtar të klubit Ngaraveci Kokra, të nderuar qytetarë të komunës sonë dhe të pranishëm. Faleminderit për prezencën tuaj dhe mbështetjen e pafund të klubit tonë. Klubi Ciklizmit Topoja është formuar nga viti 2015 dhe është regjistruar zyrtarisht në vitin 2024. Deri me sot kemi organizuar aktivitete të ndryshme në komunën e Dragashit, përfshirë marshën e çlirimit dhe aktivitetet në bjeshke të komunës sonë. Kemi bashkëpunime të shumta me klubet e tjera, ashtu edhe me drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit, ashtu edhe nga drejtoria e arsimit. Gjatë këtij muajit kemi përfunduar me sukses edhe projektin Bicikla Mjeti Aventurës, Shëndetit dhe Turizmit. Projekt që përfshiu ligjërata në 4 shkollat e komunës sonë. Misioni ynë është promovimi i një jete të shëndetshëm, dhe kjo arrihet në së miri përmes gatishmërisë të natyrës me bicikletën. Sot po organizojmë një manifestim me marsh, lojra dhe muzika me fëmijë dhe të rritur përndër të ditës së çlirimit pa mbështetjes së komunës. Organizimet e tilla do të vazhdojnë deri në përmbushjen e misionit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë kryetari i klubit. Me shenjë respekt dhe bashkëpunim i ftoj të pranojmë mirënjohjet. Për shkak që nuk jam prezant, ne do t'i mbartim edhe mirënjohjet për drejtorat e shkollave që i kemi ftuar, por sot për arsye të tyre personale nuk kanë mund të ardhur. U kanë drejtori i arsimit zoti Zeni Krasniqi, drejtori i shkollës Fita Sulejmani zotëri Florim Çengaj, drejtori i shkollës 28 Nëntori zotëri Durimir Tezoni, drejtori i shkollës Ulina zoti Bahar Guraj dhe drejtori i shkollës Sesaj Surroj zoti Ajas Mirtezoni. Me këtë pikë mbyllim ceremoninë e hapjes së marshit të çlirimit. Ju falenderojmë të gjithë për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj. Tani ju ftojmë të argëtohemi së bashku me marshin e fëmijëve, gara balancës për fëmijë dhe marshin e çlirimit i cili do të fillojë tash. Kush e vëzitën biciklën Makadalës. Domthonë ta mbaj balancin që më tërëzohet me bicikletë. Faleminderit. Kush e vëzitën bicikletën Makadalës deri te flamuri pa i prekomenton. Të ri vendet e bora kanë shpërblim. Vendi i parë ka 50 euro, vendi i dytë ka 30 euro dhe vendi i tretë ka 20 euro. Shpresojmë t'i fitojmë më i miri, po ju kishëm luftoni. Vazhdojmë. I pari dhe kemi Muhamet Zidiu. Hajde Muhamet. Hajde ka dalë. Bravo Gjimreti, për momentin është kampioni, 15 sekonda, 15:38. Më intereson gara, bravo Jasin, 26 sekonda, 28 sindat. Bravo Jasini, vazhdoj me Diarin.
Kemi rezultati nga nevoja, po do me provu edhe i kry për sa me bon. Vazhdojmë, nuk ka pjesë e çmimit ty. Po cadete? Për 35 sekonda. Ishte klasi. Pesca d'oro, po ballon që s'ka për gjokë keqe. $10, $10.
Qerim do muzekti. Hajde qerim, kush me? Hajde Lorik. Edhe e kemi lartë me zini. Urime lartë. Që, shtu? Unë jo këshëm thonë edhe një këtarë, që jo kampiona, që forët me hongër, jam e vle guma biciklat, ato jo vina na. A jam i dakord? Wasser, det sura. Você